Dhe po përhapet nga momenti në moment favorizuar edhe nga era. Si paraqitet situata? Aktualisht situata është problematike. Kjo është një vatër zjarri e cila ka marrë një shtrirje shumë të gjerë për shkak të terrenit, bimësisë dhe erës që e favorizon. Aktualisht jemi të fokusuar në mbrojtjen e banesave, pasi siç e shikoni ky është një zjarr që zhvillohet në zona të banuara ku ka banesa afër. Po operojmë aktualisht në terren me 10 mjete zjarr fikse dhe me 50 efektiv të shërbimit zjarr fikës, si dhe me mbështetje nga strukturat e tjera të bashkisë, siç janë botët e ujit apo dhe punonjësit në marrje të shërbime publike, të cilat bëjnë të mundur sa të mundin izolimin e flakëve të zjarrit. Paraprakisht keni një bilans sa mund të jetë, bilans paraprak sa mund të jetë sipërfaqja e djegur? Nuk mund të them se sa është sipërfaqja e djegur realisht, pasi sepse kjo është një ngjarje dinamike sipër, siç e shikoni dhe juve këtu është një sipërfaqe goxha që është përshkruar, por nuk mund të japim një sipërfaqe se sa mund të jetë. Por shikoni dhe konstatohet me sy të ligj shumica e sipërfaqeve shkurre dhe ullishtet që kanë qenë të qytetarëve. Terreni është i vështirë dhe bën të pamundur dhe të vështirë ndërhyrjen e zjarr fikseve apo jo? Po, terreni është goxha i vështirë dhe bën të pamundur operimin mbi të zjarr fikse dhe thash aktualisht jemi të përqendruar me mbi të zjarr fikse pranë zonave të banuara dhe pranë banesave, pasi këto janë zona të cilat janë të banuara dhe banesat janë shumë afër dhe me ullishtet këtu. Ndërkohë që pritet të ndërhyjë nga ajri? Po, kemi bërë një kërkesë për ndërhyrje nga ajri, nga momenti në moment mund të fillojë dhe operimi nga ajri për vendin në kontroll të flakëve të zjarrit. Tu rrezikohet deri te depo. Deri te depo lart komplet ullit të drizës. Pra syse s'ka rrugë. Ka ardhur skrepi, edhe la gjysmë. Ja, kjo është e tërë. Zjarr fikse kanë ardhur, na shteti po. Nuk punojnë poshtë. Institucionet poshtë nuk punojnë. Janë jashtë kontrollit. Faleminderit. Aty depo jetë. Depo e ujit. Depo ujit e rea, se kjo e vjetë. Çare? Ja, te ke depo tjetër. S'ka më. Kdo gjaqa? Gjaqa.
Adesso campa il fallo. Depo e ujit, Depo ujtë e reja, si kjo vjetë. qare. Ja, te ke kuti. S'ka me. Ne jemi që pa mundurim brenda.